Një 32 vjeçar nga Saranda dhe një shtetas grek u arrestuan pas një operacioni nga policia greke në Athinë, me dyshimet se në banesën ku jetonin, mbanin sende të palishme. Gjatë kontrolleve në banesën e Konstantines Turit dhe grekut Aleksandros Banin, u gjetën dhe u sekuestruan një armë zjarri automatike me 9 fishek, një jelek antiplumb, 5 fishek, targa false, kartë identiteti false, 2 vula zyrtare, 4 vula biznesi, 3,6 gram kokain, 27 gram marijuan, 2 peshore, 16 grirës marijuane, 2 laptop. Policia greke po heton arsyet se përse 2 të arrestuarit mbanin armatime dhe dokumente false në banesë. 32 vjeçari Konstantines Turi rezulton me precedent penal në Shqipëri. Ai është arrestuar në Sarandë në vitin 2014, pasi vodhi 360 litra naft nga një gjenerator i një kompanie telefonike, ndërsa në vitin 2023 është arrestuar në Sarandë duke drejtuar një automjet tip BMW të dyshuar si të vjedhur në Spanjë, ndërsa gjatë kontrollit u gjet një sasi lënde narkotike marijuan.